Një festë është një festë e bukur, është për mësuesit, për nxënësit, edhe për familjet shqiptare, sepse arsimin e kanë të shejtë, por nuk është se kishte ndonjë ndryshim nga 7 marsi i vitit kaluar ose 7 marset e tjerë, sepse arsimi sot nuk është në ditët më të mira. Dikush mund thotë pse nuk është. Do fillojmë që të buxheti i arsimit. Kemi një arsim me një buxhet të cunguar në raport me vendet e Bashkimit Evropian. Kemi vetëm diku të 2.4% të GDP-s ose të prodhimit brendshëm bruto. Gjë që nuk mund të kemi një arsim cilësor dhe nuk ka vëmendjen e merituar nga qeveria dhe nga politika. Dhe për këtë arsye ne si sindikat që jemi pjesë e gjitha strukturave botërore dhe europiane, do thotë që jemi të integruar në Europë, kemi lobuar shumë që në muajin maj të zhvillohet një aktivitet për financimin e arsimit në Tiranë, që të sensibilizojmë politikën, qeverinë, të gjithë faktorët që arsimi duhet jetë një prioritet kombëtar. Sepse nëse sot kemi bushatisje të fshatrave të Shqipërisë, shkaku kryesor për ne është shkolla. Mungesa e arsimit cilësor në këto zona. Shqiptarët gjithmonë e kanë parë arsimin si shejt dhe kanë luftuar shumë që të shkollojnë fëmijët e tyre. Dhe ky është një nga faktet që pjesë ose fshatrat e tëra të Shqipërisë po shpopullohen për shkak të mungesës së cilësisë arsimit. Kur flasim tek largimi i nxënësve, bëhet një lloj vlerësimi edhe për mësuesit në këtë formë? Pra, është e njëjtë nga viti në vit, se me sa mbaj mend, së bashku të paktën kemi trajtuar shumë herë problematika të arsimit nga viti në vit, që padyshim keni prekur buxhetin, por edhe vetë numrin e ulët ndoshta të mësuesve, që kjo nis dhe ka një zanafill, duhet thënë që nga aksesimi në universitetet të atyre degëve, që në një farë forme përbëjnë, le të themi, në vetvete arsimin shqiptar, që janë degët e mësuesisë në këtë rast. Ku jemi qoftë edhe me këtë apo programet albanologjike? Ne vazhdimisht ne kemi kërkuar që arsimi të futet të jetë një prioritet kombëtar nga politika. Sepse në fundet reformat i bën politika. Por nuk kaloj në një prioritet kompakt, në 3 prioritetet të para për ne duhet jetë arsimi. Pas sigurisë kombëtare dhe integritetit territorial duhet vinë arsimi. Për arsimin, patriotët shqiptarë kanë luftuar edhe para se ne ishim shtet, edhe para vitit 1912 kemi shkollën e parë shqipe, që ne sot e festojmë 7 marsin, prandaj për ne duhet kalojnë prioritet kombëtar, sepse kemi shpopullim të tërë të zonave të Shqipërisë dhe mos harros se nëse ne kemi largime masive të fëmijëve, ata ikin bashkë me prindërit të arsimit para universitar. Dhe kemi një rënje drastike të numrit nxënësve për